Mbrëmja kishte nisur thjesht me muzikë dhe atmosferë festive, por askush nuk e priste çfarë do të vinte më pas. Ndriqimet e ngrohta, ritmi i latin dhe energjia e natës krijuan një klimë ku çdo gjë dukej e mundur. Arditi dhe Bia, që ditëve të fundit duken më të afërt se kurrë, i afrohen njëri tjetrit në qendër të sallonit. Të gjithë banorët ulen, të shtangur, të bindur se një skemë për të komentuar po lind para syve të tyre. Arditi e kap lehtë nga beli, duke e tërhequr drejt tij. Bia qesh me atë buzëqeshjen e saj provokuese që ditë i vër në siklet të gjithë meshkujt e shtëpisë. Ajo e imiton ritmin e tij, duke i dhënë vallëzimit një lloj provokimi. Ku secili pret të shohë se kush do të shkojë më larg, tensioni mes tyre është elektrik, jo i fshehur, jo i turpshëm, por krejtësisht i hapur, aq sa edhe banorët nisën ta shihnin të vështirë t'i shkëpusnin syt. Bia, me stilin e saj të zjarrt, rrotullohet, afrohet me shpinë tek Arditi dhe lë trupin t'i rrëshjas në harmoni me ritmin. Arditi e ndjek, duke i dhënë vallëzimit një intensitet që të lë pa frym. Provokimi është i qartë, por mbetet brenda lojës, brenda asaj atmosfere mbrëmjeje ku muzika e bën gjithçka më të guximshme. Banorët fillojnë të bërtasin, çfarë po bëhet këtu? Ky çift po na çon në zjarr. Big Brother e ndjek me vëmendje. Ndërsa kamera fokusohet në çdo afrim, çdo lëvizje, çdo ulje shtrëngim që i rrit temperaturat e shtëpisë, deri në fund të këngës, Bia dhe Arditi janë bërë qendra absolute e vëmendjes. Ata nuk prekin kufi të ndaluar, por e shtrin vallëzimin në kufirin maksimal të lejuar, duke krijuar një skenë që komentohet gjatë, brenda dhe jashtë shtëpisë. Një gjë është e sigurt, kërcimi i tyre ishte një nga momentet më të nxehta të sezonit, pa thyer rregulla, por duke i shtyrë deri në limit.